Ish drejtori i burgjeve, Agim Ismaili, është paraqitur para ditën e kësaj të mërkure në gjykatën e posaçme, ku mbajt seanca paraprake. Ismaili është marrë i pandehur si antar i grupit kriminal për hakerimin e SPAK-ut. Ai akuzohet për veprat penale, përgjimi i paligjshëm i të dhënave kompjuterike, të kryer në formën e posaçme të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal, grupi i strukturuar kriminal, kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal. Kujtojmë se në janar, SPAK mbylli hetimet dhe dërgoi për gjykim Ismailin, ish punonjësin e IMT-s Arnold Rokajn dhe ish zyrtarin e burgut të Vlorës Zambak Gjonin. Në njoftimin e SPAK-ut, thuaj se Arnold Rokaj aksesoi në mënyrë të paautorizuar materiale hetimore të SPAK-ut, një pjesë të cilave u dërguan në mënyrë të paligjshme te Zambak Gjoni dhe Agim Ismaili. Këta dy të fundit i kanë shpërndar më pas materialet te persona të tretë.